Kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë lidhur me lajmin për hetimin e numrit 2 të qeverisë, Belinda Ballukun. Nga Berlini, gjatë një interviste për Deutsche Welle, kreu i qeverisë shqiptare sqaroi se nuk ka asnjë koment lidhur me rastin, ndërsa theksoi se gjithkusht është i pafajshëm deri në vendimin e formës së prerë nga gjykata. Të premten, opozita deklaroi se zëvendës kryeministria Belinda Balluku po hetohet nga prokuroria e posaçme për shkelje të barazisë në tendera. Nuk kam asnjë koment për asnjë rast, sepse siç e kam thënë, ne kemi punën tonë, drejtësia ka punën vet, edhe deri kur çështjet të caktuara marrin formën e tyre të prerë, të gjithë njerëzit janë të pafajshëm dhe janë të padënueshëm nga gjykata popullore e politikës dhe e mediave që i shërbejnë politikës. I pyetur nga Vision Plus, SPAK nuk e mohoi, por as e pohoi marrjen nën hetim të numrit 2 të qeverisë. Vetë zëvendës kryeministria Balluku nuk bëri asnjë koment për lajmin, por zgjodhi të publikonte një video duke udhëtuar me tren në Zvicër, ku foli për investime të rëndësishme në infrastrukturën hekurudhore shqiptare.